përjeshtur në krahasim me këto parëzgjedhje që tash po i analizojmë. Po e shohim një fushat më aktive të AK-s, po e shohim zot Regjinin si kandidat potencial për kryeministër nga AK-ja, i cili po është më aktiv dhe takime del më del që po bën çdo subjekt politik, po i ka aktiv dhe po mundohet do thotë të rikthej besueshmërinë e elektoratit tek e fundit në çdo parti politike minimum siç janë duke bërë. Minimumit është të kthej atë elektorat i cili ka dalë i zhgënjur, sepse AK-ja ka pas një përqindje më të lartë, ka qenë në heshtje, ai elektorat ku është? Këtë duhet të zbuloni. Ka shkuar me një subjekt tjetër politik, të ktheni pra besimin, apo ka dhe elektorat që unë shpesh e quaj dhe i vej tekstin gjithmonë është pothuajse 55% nuk dalin fare në zgjedhje ata që kanë drejt vote. Ku janë? A janë ata pjesë e AK-s të dikushme apo kanë lëvizur? Kjo është, po sidoqoftë. Ajo që ka është risi në fakt të AK-ja është kandidati për kryeministër, që ne jemi mësuar që AK-ja ka qenë e mëshiruar dhe vazhdon të jetë e mëshiruar me Ramush Haradinaj. Dhe në Kosovë, në vendet ballkanike, fatkeqësisht, është një mendësi e tillë që është një lloj lideri karizmatik. Unë kemi thënë vazhdoj ta them që nëse Albin Kurti nuk është në lëvizjen vetvendosja nuk është kjo që është. Dhe subjekte tjera politike, siç ka ndodhur me PDK, nëse nuk është Hashim Thaçi, Kadri Veseli, lider të cilët mëshirohen me subjektin politik, gjithmonë subjekti do thotë nuk është që ka një lloj qëndrueshmërie se populli ose elektorati i atij subjekti politik shumë mëshirohet me liderin sesa me gjithë strukturën. E rëndësishme është që ai ka marrur edhe bekimin e zotit Haradinaj edhe po shihet sigurisht që mund të ketë edhe një sukses tjetër. AK nuk duhet ta diskutojmë për prag, ndryshe nga dhjetori, unë mendoj që sigurisht që pragu do i kaloj, patjetër, por besojmë që të angazhim që e kanë pas kohëve të fundit, mund të jetë do të thotë një përqindje shumë më pozitive sa i përket AK-s. Por, për ta përfunduar është shumë e rëndësishme. Partia e parë në pushtet nuk është që merr vota se qytetari është i ngazëllyer nga realizimi i premtimeve edhe ndryshimeve. Ne kemi analizuar në pafundësi. Por elektorati vetvendosur është si zhgënjyes i asaj çka ka ndodhur në të kaluarën me partitë politike, tu e përfshi AK-n si pjesë e qeverisë. Po themi edhe pas këtyre viteve, jo bën jashtë viteve. Do thotë qytetari akoma përmend kur është i revoltuar, kërkoi ndjesë mbase mund të mos keni qenë të përfshirë në partinë e AK-s kur ka qenë pjesë e koalicioneve të padëshiruar e veprimeve jo të mira, andaj kjo është si do e ktheni ju, pyetja direkte do thoja. Zotëri që është prej themeluzë. Jo, si do e ktheni ju besueshmërinë e qytetarit i cili akoma ka në dorë disa karta të cilat ja kujtojnë të kaluarën politike në këtë rast të AK-s. Përveç edhe e kësaj, se e shtrove një çështje shumë interesante, a do të mund të dalë nga hija Haradinajt Ardian Xhini, figura, lider historik i partisë? Është një çështje shumë e rëndësishme të thuhet. Apo Ardian Xhini është Ramush Haradinaj sepse kështu. Ajo çka thatë ju është shumë e qëndrueshme, posaçërisht kur e përmend faktin e ndrrimeve pak para zgjedhjeve, domethënë ne kemi